Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit apo elementit ajër. Do bëjmë leximin apo hapjen e letrave për ju, Celtic Cross, që secila letër ka kohën e vet. Për shembull, aktuale, e kaluara, problemi, sfida, e ardhmja afërt, rezultati, ndikimet e jashtme, ndikimet nga vetme, të mbrëmshme, e kështu me radhë. Por duke lexuar, duke marrë dhe shpjeguar se çfarë prezanton letra. Të dashur, po fillojmë me dy të monedhës. Dy të monedhës ujor ndihesh në një periudhë ku po balancon shumë gjëra. Njëherësh, ndoshta punë, përgjegjësi, emocione, apo marrëdhënie. Kjo letër flet për përpjekjen për ta mbajtur ekuilibrin në një realitet që ndryshon shpejt. Ti po përpiqesh të ruash kontrollin dhe qetësinë, por ndonjëherë ndihesh sikur je në një lojë që nuk po mbaron. Këshilla e kësaj letre të dashur jor thot: mos e teproni me multitasking. Në kuptimin e asaj që mos bëni shumë gjëra, aq jeni të ngarkuar, zgjidhni një prioritet kryesor tani dhe fokusohu aty. Qartësia është arma jote më e madhe. Kalorësi i kupës të dashur që është problemi. Ky letër tregon një zemër që udhhiqet nga ndjenjat, por ndoshta po e lë emocionin të dominoj logjikën. Dhe këtu është problemi. Mund të kesh pasur iluzione, pritje të paqarta, apo dëshirë për të shpëtuar dikë, apo për të rregulluar diçka, apo për të bërë. Por jo çdo gjë mund të rregullohet me dashuri të dashur ujor. Këshilla e kësaj letre thotë: ndiq zemrën, po, por mbaj edhe këmbët në tokë. Dashuria është absolutisht e bukur, por nuk është gjithmonë zgjidhje e çdo gjëje. Nuk kjo e treta që pasqyron të kaluarën që ndikon. Ke punuar shumë për veten, për karrierën apo për ndonjë lidhje. Kjo letër flet për durimin, për kushtimin dhe mësime të fituara me përpjekje. Por ndoshta ke hyrë aq thellë në rutinë duke i bërë këto gjëra për çfarëdo që po bëhet fjalë, sa ke harruar pse e ke nisur. Të dashur jor, këshilla për këtë letër thotë: kujto pse po përpiqesh, rikthe kuptimin në punën tënde. Jo thjesht për ta bërë, po për të ndërtuar diçka që të përfaqëson ty. Kur bëjmë diçka duhet ta bëjmë absolutisht edhe që ndjejmë. Pra, mos harro pse e ke nisur, apo pse je duke u përpjekur. E ardhmja e afërt, dy të kupës. Një lidhje ose bashkëpunim i rëndësishëm po afrohet. Nuk do thotë patjetër dashuri, mund të jetë bashkëpunim i llojeve të ndryshme. Kjo mund të jetë dashuri, partneritet apo një person që do të sjellë balancë dhe mirëkuptim në jetën tënde. Një marrëdhënie e sinqertë, një partneritet i sinqert që vërtet do të pasqyrojë ty. Këshilla e kësaj letre thotë: je gati ta hapësh emocionalisht. Kur dikush vjen me ndjenjë të pastër, mos u tremb. Nga afërsia, ajo mund dhe të sjellë stabilitet, paqe dhe siguri. Në kundër të kësaj, të dashur, që lexuam që jo çdo gjë është dashuria, në kuptimin që diku japim dhe gabimisht. Të japim si këtu, e ardhmja afër, aty ku japim dhe japim. Marrim dhe japim. Ta them kështu që të kuptohet, jo japinën dhe më japim. Magjistari, të dashur, që është ajo që di vetë në kuptimin që ndjen, ti e di që ke fuqi të krijosh realitetin tënd. Të gjitha mjetet janë në duart e tua, por duhet ta përdorësh me bindje dhe qëllim. Magjistari të kujton se ke më shumë ndikim se që mendon, të dashur jor. Këshilla e kësaj letre është: mos prit
që dikush të jap mundësin. Ti vet je mundësia. Vepro tani dhe mos u evono manifestimin tënd. Nën vetdia të dashur që është 10 të shpatës, brenda teje ende ekziston një dhimbje që s'është shuar plotësisht të dashur në nën vetdijen tënde. Një zhgërim i fortë, ndoshta nga një tradhti apo dështim i kaluar, që ka lënë gjurmë të thella. Kjo letër flet për fundin e diçkaje që s'duhet mbajtur gjallë. Ta përsëris. Kjo letër flet për diçka, për fundin e diçkaje që s'duhet mbajtur gjallë, që duhet harruar. Këshilla e kësaj letre thot: lëre atë që të lëndoj, që të zhgënjeu, të shkoj. Nuk je më ai apo ajo person që ishe. Shërimi fillon ku ndalon së luftuar me të shkuarën. Por kjo letër pasqyron dhe një gjë. Thot, më e keqja ka mbaruar. Ujori, tani, pasi të mbaroj kjo më e keqja, të ecim drejt asaj. Si ndikon në vetën tënde. Të dashur, vdekja ti je në një transformim të madh, ndoshta pa e kuptuar plotësisht, po mbyll kapituj dhe po rilind, absolutisht të dashur jorë. Kjo nuk është humbje, por është rilindje. Ujori përballet me vdekjen e vjetër, nga këto që folëm, për të bërë diçka më e vërtet. Këshilla e kësaj letre mos e reziston ndryshimin. Çdo fund i vërtet është një fillim që të shpëton nga ajo që s'të shërben më. Ndikimet e jashtme të dashur ujor është mbretëresha e kupës. Një person i butë, i dashur, intuitiv, mund të jetë në jetën tënde, dikush që të kupton dhe pa folur. Kjo energji të fton të kujdesesh me shumë për veten emocionalisht. Kjo letër është dhe një energji që të sjell të ndihmoj, jo të ta ndryshoj, të ndihmoj të ndryshosh të ardhmen, qasjen, mendimin, këndvështrimin, besimin dhe kështu me radhë. Këshilla e kësaj letre është: lejo të ndihmohesh, s'duhet të mbash gjithçka vetëm, si këtu që jem. Kujdesi dhe butësia janë forca, jo topsi. Shpresat dhe frikrat, dhe këtu shihet 3 të shpatës. 3 të shpatës më duhet t'ju gjej të dashur jorë, se këtu është pak më në mënyrë moderne pasqyron, por në ato tradicionale do t'a gjej dhe t'ju shpjegoj çfarë do të thotë ajo 3 të shpatës, se shpeshherë ndjej sikur nuk e pasqyroj me fjalë, përshkruaj me fjalë, mjaftueshëm një sekondë të bëni durim me mua, nga që dua vërtet ta kuptoni ja ku është të dashur, ja ku është. Shpresat dhe frikrat është kjo shpatë që shpjegon pak më mirë, këto janë tradicionale, pak më mirë atë çfarë po flas. Frika jote më e madhe është zhgënjimi i përsëritur, lëndimi, tradhtia, apo çfarë do që të keni përjetuar. Zemra jote ka plagë që ende ndihen, por më e keqja ka mbaruar. Por kjo letër flet edhe për shpresën për të mos u dorëzuar më në dhimbje. Këshilla e kësaj letre: mos i vendos njerëzit e rinë në vendin e atyre që të lënduan. Jo të gjithë janë njësoj të dashur, po t'ishte ashtu njëherë në një zhgënjim në jetën tonë, atëherë as nuk do kishim partner, as nuk do bashkëpunoni me dikë, as do flisni me asnjë, nuk është e drejtë. Pra mos i vendosni në vendin atyre që ju lënduan. Jepi çdo marrëdhënie një faqe të re, jepi çdo marrëdhënie një shans të ri të dashur ujor. Temperance është rezultati, qëndrueshmëria, balanca, qetësi dhe pajtim. Kjo letër mbyll gjithë këtë cikël me energjinë e shërimit. Pas gjithë kaosit, ujori arrin të kuptoj se gjithçka ndodh në kohën e duhur. Temperance është paqe me veten.
Pra, këshilla e kësaj letrës, mos u nxit në asgjë, gjej ritmin tënd dhe beso që universi të dashurior po të qon pikërisht aty ku duhet të jesh. Të dashurior, mesazhi juaj apo leximi juaj tregon që jeni në një proces të thellë transformimi. Nga lëndimi në shërim, nga pasiguria në ekuilibër, nga përpjekja në qartësi. Lëre të kaluarin të përfundoj plotësisht dhe hap zemrën për një kapitull të ri, qoftë ajo për punë, dashuri, familje, veten tënde, karrierë, çfarëdo që të jetë. Pra, një kapitull të ri që të sjellë qetësi dhe bashkim, jo luftë. Balanca që kërkon është brenda teje, absolutisht asnjëherë jashtë, të dashur ujor.